Kalimi i automjeteve në aksin Lim-Pogradec është vështirësuar pasi kishte një reagim të vonuar nga firmat kontraktuese për pastrim. Kështu është shprehur ministri i transporteve Sokol Dervishaj gjatë inspektimeve në akset nacionale Tiranë-Elbasan dhe Elbasan-Pogradec. Është për të ardhur keq praktikisht që këto që janë dhe qafat më, apo të themi pjesët më të rrezikshme të rrugës, janë shumë të mirëmbajtura, ndërsa këtu në këtë aks mirëmbajtja ka filluar pak më vonesë, ka pasur një reagim pak të vonuar, i cili ka shkaktuar edhe këtë problematik. Gjithsesi, mobilizimi aktual është i kënaqshëm, rruga është e kalueshme dhe ne po e mbajmë atë në monitorim të vazhdueshëm për të qenë gjithë përgatitur për çdo lloj situate të mundshme që mund të paraqitet. Akset qafë dhe qafë plot që janë të kalueshme. Megjithse, për shkak të terrenit të vështirë dhe prezencës së akullit, drejtuesit e automjeteve duhet të tregojnë kujdes të veçantë. Kalueshmëria është e mirë, duhet të presim orët në vijim për të parë ecurinë e motit. Praktikisht nga dhënat që kemi nuk do të ketë borë, por temperaturat e ulta dhe ngricat janë prezente. Duhet marrim gjitha masat e nevojshme për pastrimin e rrugës, për shtrimin e tyre me krip, për të pasur një kalueshmëri sa më optimale, por që gjithsesi edhe qytetarët, edhe drejtuesit e automjeteve duhet të jenë të vëmendshëm. Duke garantuar angazhimin e të gjitha strukturave shtetërore për pastrimin e rrugëve nga dëbora dhe akulli, ministri Dervisha apeloi drejtuesit e automjeteve të pajisen me zinxhir dhe të respektojnë sinjalistikën.